Pas më shumë se 10 muaj hetime dhe proces gjyqësor, gjykata e Gostivarit ka shpallur fajtor 3 vëllezrit nga fshati Debreshi Gostivarit për vrasjen brutale të 35 vjeçarit Resul Kahremanit. Dënimi është 120 vite burg, kurse 3 të akuzuarit janë dënuar me 40 vite burgim secili, që është dënimi maksimal sipas kodit penal të Maqedonisë së Veriut për këtë vepër penale. Avokati i familjes së viktimës Fisnik Jakupi deklaroi se ky është dënim maksimal që parashohin ligjet në vend, që ndryshe njihet si dënim me burg të përjetshëm. U shpall dënimi me 120 vjet apo të treve nga 40 vjet. Dënimi kapital në Republikën e Maqedonisë së Veriut apo dënimi i përjetshëm përkthehet ndryshe me 40 vjet dënim burgi. Sa ata janë dënuar me dënim përjetshëm? Po, vetëm se në aktgjykimin do të shënohet se dënohen me nga 40 vjet apo 40 vjet. Nëna e Resulit nuk është e kënaqur me vendimin, sepse sipas saj, në aktin e vrasjes së djalit të saj janë të përfshirë edhe persona tjerë. Thotë se gjakun e djalit nuk e fal. Me vendimin hiç, as pak. As unë gjakin e djalit nuk e fali. E në gjakin e djalit nuk do ta harroj. Merë po gjykata ka vënau, ato mendojnë se unë rejnë në heshtje e ne nuk të gërkoj. Gjakin e djalit do ta gërkoj. Drejtësejën e djalit do ta gërkoj dhe zbardhet rasti për çish arsye nuk i marrin personat që kanë marrë pjesë në grup, kanë qenë ato i panë CD-at shumë më i ri kanë pa CD-at, qeret i panë shumë më i ri panë që janë vozit. Ato qere nuk janë vozit vetë, kanë pas persona se nuk kanë qenë robota. Në seancën e sotme në gjykatën themelore të Gostivarit u shpall vendimi për 3 të akuzuarit në këtë vrasje, ndërsa të njëjtit nuk u paraqitën sot në seancë. Pas këtij vendimi, pala mbrojtëse shqyrton që të ankohet për këtë vendim. Vrasja ndodhi më datë 23 korrik 2024, kur sipas njoftimit zyrtar të Ministrisë së Punëve të Brendshme, ndaj viktimës u qellua me armë zjarri nga një vetur tip Volvo me targa të Zvicrës në pronësi të dyshuarve. Vrasja u raportua në orën 17:15 në sektorin për punë të brendshme Tetov. Sipas policisë, me njëherë pas ngjarjes u arrestua njëri nga autorët, BB, dhe nga ai u sekuestrua edhe pushka automatike, me të cilën dyshohet se është kryer krimi. Hetimet e mëvonshme vërtetuan përfshirjen edhe të vëllait të tij, JB, si bashkëkryerës.